Shkolla e mesme e lartë Sami Frashëri në Prishtinë ka shënuar ditën ndërkombëtare të numrit pi me një sër aktivitetesh edukative dhe kreative. Nxënësit e kësaj shkolle, përmes ligjëratës dhe ekspozimit të punimeve artistike, kanë pasqyruar rëndësinë e këtij numri në matematikë dhe shkencë. Aktivitetet u hapën me një ligjëratë nga kryetari i rinisë së shkollës, Drit Krasniqi, i cili shpjegoi domethënien e numrit pi dhe ndikimin e tij në fusha të ndryshme të dijes. Në radhë të parë ndjem të jeti privilegjuar që jem në mesin tuaj, pasi në të vërtet përshojmë që në këtë dhomën e sallat të theseve secili ka atë dëshirën që ta shpreh sigurisht kreativitetin e tij përmes prekjes edhe cilësisë së matematikore. E pikërisht në këtë datë shumë të rëndësishme jemi mbledhur së bashku që të shtjellojmë rreth rëndësisë edhe aplikimit në ditët edhe sfera të ndryshme të jetës të numrit pi. Pra është pikërisht kjo datë 3.14, ku pi është një numër iracional i pafundëm. Ashtu sigurisht edhe matematika, e cila është një gjuhë universale, e cila jep sarinë dhe koncepte të papërfunduara, ashtu është edhe vetë numri pi, i cili ka një fillim për 3.14 e vazhdon tutje pa japur një algoritëm të përafërt të përsëritjes së numrave. Pra kjo është në të vërtetë kreativiteti dhe karakteristika veçantë e numrit pi, pasi si çdo numër pas 3.14 është unik, e sigurisht edhe çdo nxënës i cili të jemi mbledhur sot është unik dhe ka unikasitetin dhe karakteristikat e veçanta. Në kuadër të aktiviteteve, nxënësit e klasës së 11 kanë eksploruar punimet e tyre artistike dhe shkencore të frymëzuara nga numri pi. Nxënësja Anisa Rukiqi ka paraqitur një punim të veçantë, ku ka ilustruar decimalet e pafundme të numrit pi. Sot për ndër të numrit pi, apo përkatësisht ditës së matematikës, e cila ka një rëndësi shumë të veçantë, unë përveç prezantimeve tjera e kam përgatitur edhe këtë punimin, i cili kryesisht i tregon ato 80 decimalet e para të numrit pi, të cilat janë të pafundme, ku kryesisht kjo ka të bëjë më shumë me ato decimalet, të cilat janë më lehtë për të mbajtur në mend, po ashtu edhe ato fillestare. Përveç kësaj, rëndësinë kësaj dite ja shton edhe një akt i veçantë, cili sër aktivitetesh që kemi përgatitur në shkollën tonë, ku ja kemi kushtuar matematikës, po ashtu lidhjes së numrit pi me shkenca tjera, dhe po ashtu edhe ditëlindjes së Einstein, 146 vjetorit e lindjes së tij. Andi Shahini, nxënës i klasës së 11, ka krijuar një orë të veçantë, ku në vend të numrave tradicional ka përdorur radianët, një koncept kyç në matematikë dhe gjeometri. Për ditën e matematikës ose më kryesisht për numrin pi, kam përgatitur një orë, ku në vend numrave tradicional që janë, i kam marrë radianët, ku përmes radianëve i kemi paraqitur domethënë numra tradicional, ku kjo na ndihmon më shumë për me mësu domethënë konvertimin e numrave apo shkallëve në radian, ku me 2 pi kemi paraqitur numrin 12, me pi të dyta kemi paraqitur numrin 3, pi numrin 6 dhe 3 pi të dytat numrin 9. Kjo na ndihmon shumë për shkak se gjatë kohës që shikojmë morën na mëna me pas ma lehtë për me mësu domethënë kthimin e numrave në radian, edhe më na ndihmon pastaj më lehtë në detyrat e matematikës që me pas ma me lehtësi me zgjedhje. Ndërsa në ekspozit ka marrë pjesë edhe Suara Ismaili, e cila ka prezantuar 2 punime artistike me temën pi. Dhe sot në ekspozit i kam të paraqitur 2 prej punimeve të mia. E para është piktura, në të cilën kam paraqitur Arkimedin dhe numrin pi. Arkimedi është ai filozof e matematicien i njohur i cili e ka shpik numrin pi, dhe punimi i dytë është një punim dore ku e kam paraqitur një lloj mulliri. Mulliri e bën një formë rrotulluese, domethënë është rrot, ku e shohim që numri pi gjithmonë aplikohet aty. Përveç nxënësve, aktiviteti u përkra edhe nga stafi pedagogjik, ndërsa profesoresha e matematikës, Silvie Makulli, theksoi rëndësinë e mbajtjes së këtyre aktiviteteve si një mënyrë kreative për të afruar nxënësit me matematikën. Si çdo vit, edhe këtë vit, në aktivi matematikës organizojmë një ekspozitë edhe nga një ligjëratë për
ditën e numrit pi, është me 14 mars, më thonën që një kosisht e ka vlerën 3.14, që muji 3 nga të regon marsin, dhe 14 që nga të regon ditën e muajit mars. Të gjithë nxënësit ka qenë të njoftuara, kush ka shprej dëshirë të punojnë ndonjë punim për ekspozit, i kemi pranu punimet e tyre, zakonisht janë përzgjedhur punimet më të mira, sepse kemi nxënësa shumë, kemi punime të shumta, mirë po ato që na kanë dukur pak më interesante edhe më të mira për lidhje për numrin pi, i kemi marrë dhe kemi ekspozuar. Jo vetëm për numrin pi, po këta nxënësa zakonisht për çdo ditë që kemi, organizohemi, domethënë në këtë lloj ekspozita edhe punime të ndryshme. Dita e numrit pi shënohet për të vlerësuar këtë numër matematikor. Ky numër është i rëndësishëm në shumë fusha të shkencës, përfshirë matematikën, inxhinierin, fizikën dhe shumë disiplina të tjera, për shkak të lidhjes së tij me rrethin dhe forma të tjera gjeometrike.